Thuaj lam të mirë pa gjumësisë vetëm duke konsumuar këto 8 ushqime. Gjumi është thelbësor dhe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme kronike, duke ruajtur shëndetin e trurit dhe duke forcuar kështu edhe imunitetin tuaj. Për këtë arsye rekomandohet të flini 7 deri në 8 orë gjumë pa ndërprerje çdo mbrëmje. Megjithatë, shumë njerëz kanë vështirësi që ta arrijnë këtë minutazh. Një mënyrë për të përmirësuar gjumin është zgjedhja e ushqimeve dhe pijeve të duhura. Disa ekspertë rekomandojnë se ato janë efektive edhe konsumi i bajameve, të cilat përmbajnë magnez, vitamina, të cilat ndihmojnë në relaksin dhe një gjumë më cilësor. Gjithashtu, ushqimi i gjelit të detit është i pasur me aminoacide. Çaji i kamomilit para gjumit është efektiv. Kivi, lëngu i qershive, qumshti i ngrohtë me mjaltë, gjithashtu janë produkte fantastike për të shtuar në dietën tuaj për të patur një gjumë cilësor dhe më pak problemet që shkakton pagjumësia.